Kur duhet të bëni dush, në mëngjes apo në darkë, ja çfarë thot eksperti. Shumë persona preferojnë të lajnë në mëngjes dhe ka të tjerë të cilët preferojnë të bëjnë dush në mbrëmje para se të flenë. Por çfarë thot shkenca? Në mëngjes duhet të laheni kur jeni të stresuar nga puna apo duhet të jeni kreativ. Pra, ekspertët këshillojnë, mund të vazhdoni të ndiqni rutinën tuaj, por këshilla është dush në mbrëmje. Një grup ekspertësh nga Harvardi kanë thënë se larja e fytyrës dhe trupit në darkë ndihmon në shëndetin e lëkurës, sidomos në verë dhe në pranverë. Gjatë ditës, nëse qëndroni jashtë, djersiteni dhe një dush në mbrëmje para gjumit, ju ndihmon të qetësoheni dhe të bëni një gjumë më të mirë, por nuk duhet të harroni se dushi duhet bërë 90 minuta para se të flini. Dushi në mbrëmje ju ndihmon gjithashtu edhe për pagjumsinë, pasi ul nivelet e kortizolit të lidhur me stresin.